shprazëm, mbaroj punë, të erdhi mirë, shumë mirë, të erdhi keq, prap shumë mirë. Unë nuk kam hatërmbetje me ty dhe pastaj duhet pi kafe prap me ty. Pavarësisht se për momentin të them diçka që edhe mund të të lëndoj. Okej. A ke përfunduar ndonjëherë në stacion policor? Për kush e di çfarë do lloj arsye, qoftë edhe për ndonjë dëshmi për kundërvajtje. Unë udhëheq në fabrik që merret me prodhimin e koncentratit të kafshëve të fermës dhe masi jam martu me katonar ka shku jeta me bakti e bujësi dhe kam pasur një mosmarrëveshje me një prej klientëve dhe na kanë thirrur të dy palëve në polici për çështjet e asaj mosmarrëveshje, çështja vazhdon. Okej, mosmarrëveshja ishte kështu verbale? Jo, mosmarrëveshje financiare. A financiare, okej, thash mos keni pasur një përballje. Jo. Okej. Jo, nuk eskaloj, e shkollaj. Zëri kujt të mungon ta dëgjosh qoftë edhe një herë? I babit. Sa kohë pa e dëgjuar? Prej 3 gushtit 2020. Dhe sigurisht malli besoj vjen e shtohet, nuk do diskutim, no? Nuk dua që ta përdor atë që më the më herët që të... Gati jam. Ti shoh syt, kështu që jo, nuk dua. Këshilla më e mirë që të ka dhënë nëna? Që e mban kështu vath në vesh? Bëhu vetvetja gjithmonë. Dhe duket sikur i ke shku mrapa asaj. Bëhu vetvetja gjithmonë, je ajo që ti di të jesh, me punën tënde, me përpjekjet e tua, mos u bëj vegël e kërkujt, mos ju përul kërkujt, jo në kuptimin agresiv të fjalës, po në kuptimin përveç ne prindërve që ta kemi dhënë jetën, se ja ke borxh jetën kërkujt. A e fal tradhtini, da? Varet sa e madhe është dashuria. Dhe ti e person që dashuron shumë? Po. Një cakun ti me dufa. Pra. A i ke kontrolluar ndonjëherë mesazhet apo telefonin e Milaimit pa leje? Asnjëherë. E kam, madje mendoj që është një ndër veset më të ndyra që ekziston dhe ne këtë liri veprimi me njëri tjetrin e kemi. As unë as ai nuk e kontrollojmë telefonat e njëri tjetrit. Për 3 milion arsye ai ka punë me gjithkënd. Unë kam punë me gjithkënd. Me fillu për shembull, ma dërgon ti një mesazh edhe unë në vend që ta shkruaj emrin e projekt të shkruaj vetëm B, fjala vjen. Hajde gjeje kush është kjo B-ja tani. Është mashkull as femër, fillon ato sikletosjet e tua të brendshme gjithë. Që në fund s'të çojnë kërkon, kështu që. Ne jemi njerëz që jetën e jetojmë fort, bashkëpunojmë fort në shumë aspekte, jo vetëm familjare, po edhe kolegiale, kështu që i kemi liri veprimit e njëri tjetrit të teskajshme, të cilën për fat mirë nuk e keq përdorim. Sfida më e madhe që ka kaluar familja juaj?